Shikoni, Perëndia mund të vinte në çdo lloj mënyre të mundshme në tokë. Sepse është Perëndi. Por Zoti Jezus si erdhi? Erdhi si foshnjë. Tani pyetja ime është, çfarë po lë ti për të mishëruar në misionin tënd si besimtar misionar në vendin tënd të punës, në familjen tënde, në lagjen tënde, në pallatin tënd, edhe të gjitha me radhë. Nëse ai që ishte Perëndia vendosi të linte të gjitha këto gjëra që ju mi thatë edhe shumë gjëra të tjera, po ti çfarë po sakrifikon? Për të qenë pjesë e misionit të Perëndisë. Charles Spurgeon, një teolog tjetër shumë i famshëm i shekullit kaluar, thotë kështu: Jezusi u bë mish për ne, që ne të mund të bëhemi frym për të. Ai nuk qëndroi në lartësinë e qiellit, por erdhi dhe u bë njëri prej nesh, që të na ringjall edhe të na shpëtoj. Shikoni, vëllezër edhe motra, ne nuk mundet të jemi dëshmitar të Perëndisë në këtë tokë nëse nuk sakrifikojmë. Se çfarë e di ti me Perëndin? Se çfarë po të kërkon Zoti të sakrifikosh, e di ti me Perëndin. Unë mund të them këtë gjë, një kuriozitet shumë interesant. Nga 12 apostujt, vetëm njëri vdiq nga një vdekje natyrale. Nëse me të vërtet keni menduar ndonjëherë si ka mundësi në 2 shekuj krishtërimi u rrit nga 12 persona në gjysmën e mbretërisë romake, është sepse ata besimtarët ishin misionar të mishëruar. Besimtar, misionar i mishëruar. Që do të thotë të bëhesh një, siç thoshte Spurgeon, të mund të bëhesh një me njerëzit, që të mund të japësh atyre të vërtetën e Perëndisë. Dhe në lidhje me mishërimin, e vërteta është që mishërimi nuk është një ide, por është një bindje që të kushton. Zbatimi, misioni i vërtet kërkon kohë, para, sakrificë dhe përkushtim. Besimtar, misionar. Sfida, ku po të thonë Zoti të hysh në jetën e dikujt? Me çfarë kosto personale për ty? Vëllezër dhe motra, jeta e krishterë ka kosto. Nuk është pa kosto. Në qoftë se është pa kosto, ka diçka që nuk shkon. Pastaj kemi atë që është teologjia e misionit edhe është teologjia e të nxënit. Teologjia e të nxënit tek Veprat e Apostujve kapitulli 17 vargu 23 thot ndërsa shëtiste, thot Pali, ndërsa unë isha duke shëtitur, thot, shikoja objekte adhurimi, edhe pastaj thot të fjalën aty, gjeta. Çfarë gjeti Pali? Në radhë të parë, përpara se ti përgjigjemi pyetjes çfarë gjeti Pali, kemi diçka tjetër që mësojmë nga apostulli Pal. Pali hetonte dhe studionte njerëzit me të cilët jetonte. Kjo thuhet për Athinasit. Kjo shprehet e Veprat 17. Dhe thot gjeta, thot, të gjitha bustet e atyre perëndive që ju adhuroni, dhe në fund të rreshtit thot që ju kishit bustin e Perëndis pa emër. Thot, unë jam këtu për t'ju shpallur këtë Perëndi. Teologjia e të nxënit ka të bëj me idenë që ti duhet ta njohësh fushën tënde të misionit. Ti duhet i njohësh njerëzit të cilët ti do të ndash ungjillin. Duhet të njohësh botë kuptimin e tyre, duhet të njohësh çfarë mendojnë ata, si mendojnë ata, pse mendojnë ashtu ata. Të njëjtën gjë bëri Zoti Jezus. E dini se sa pyetje bëri Zoti Jezus në Bibël? Ka ndonjëri parasysh?
Dikush i ka numëruar dhe thonë që ishin 670. Pse ju mendoni që Perëndia nuk dinte përgjigje? Por Zoti Jezus erdhi në mision për të na treguar rrugën. Ai i njohu ata të cilët ndau fjalën e Zotit.